SBA pezullon për punimin e vizave të emigracionit për 75 vende. Çfarë dihet deri tani dhe çfarë pritet të ndodhë? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë një nga masat më të gjera të viteve të fundit në fushën e emigracionit, duke vendosur pezullimin e përpunimit të vizave të emigracionit për shtetasit e 75 vendeve të botës. Vendimi, i cili pritet të hyjë në fuqi më 21 janar 2026, u bë publik fillimisht përmes një raportimi të Fox News Digital, që citon një memorandum të brendshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky zhvillim ka shkaktuar reagime të shumta ndërkombëtare, pasi prek drejt për drejt mijëra familje, individ dhe aplikant që presin të emigrojnë ligjërisht drejt Shteteve të Bashkuara përmes vizave familjare, punësimit apo kategorive të tjera të emigracionit të përhershëm. Çfarë parashikon vendimi i Departamentit të Shtetit? Sipas dokumentit të raportuar nga Fox News, zyrtarët konsullor amerikan në ambasada dhe konsullata janë udhëzuar të ndalojnë përpunimin e aplikimeve për viza emigracioni për shtetasit e vendeve të përfshira në këtë listë. Kjo do të thotë se aplikimet e reja nuk do të shqyrtohen dhe në shumë raste do të refuzohen automatikisht deri në një njoftim të dytë. Pezullimi është i lidhur me një proces të gjerë rishikimi të politikave të emigracionit dhe të procedurave të kontrollit të aplikantëve. Në memorandum theksohet se masa është e përkohshme, por nuk jepet asnjë afat kohori sakt për përfundimin e saj. Sipas shpjegimeve zyrtare, arsyeja kryesore e këtij pezullimi lidhet me zbatimin e kriterit të njohur si public charge, pra shqetësimi se disa aplikantë për vizë emigracioni mund të bëhen barë për sistemin e ndihmave publike në SBA. Departamenti i Shtetit kërkon që emigrantët të ardhshëm të jenë ekonomikisht të qëndrueshëm, të aftë për të siguruar jetesën e tyre dhe të mos varen nga programet sociale, federale apo shtetërore. Pikërisht për këtë arsye, konsujt janë udhëzuar të tregojnë kujdes maksimal dhe në mungesë të kritereve të përditësuara të ndalojnë procesimin e aplikimeve. Kur hyn në fuqi ky vendim dhe sa do të zgjas? Sipas raportimeve të Fox News dhe konfirmimeve nga Reuters, pezullimi do të hyjë në fuqi më 21 janar 2026. Vendimi është pa afat të përcaktuar, çka do të thotë se mund të zgjas javë, muaj apo edhe më gjatë, në varësi të mënyrës se si administrata amerikane do të rishikoj politikat e saj të emigracionit. A preken të gjitha llojet e vizave? Një element shumë i rëndësishëm është se ky pezullim nuk prek vizat jo emigruese si vizat turistike B1, B2, vizat studentore, vizat për shkëmbimet kulturore apo kategoritë të tjera të qëndrimit të përkohshëm. Masa ka të bëjë vetëm me vizat e emigracionit, që e çojnë drejt qëndrimit të përhershëm ose green card. Cilat vende përfshihen në listë? Qeveria amerikane nuk ka publikuar zyrtarisht një listë të plotë, por media ndërkombëtare dhe agjencitë e lajmeve kanë pasur akses në dokumente dhe burime diplomatike. Ato kanë raportuar se lista përfshin 75 vende nga pothuajse të gjitha rajonet e botës. Sipas këtyre raportimeve, në listë përfshihen vende nga Afrika, Lindja e Mesme, Azia Qendrore dhe Jugore, Amerika Latine dhe disa vende nga Ballkani dhe Evropa Lindore. Ndër vendet e përmendura në raportime janë Afganistani, Shqipëria, Kosova, Irani, Iraku, Somalia, Nigeria, Pakistani, Rusia, Brazili, Jemeni, Tajlanda dhe vende të tjera nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Media shqiptare dhe rajonale kanë raportuar se Shqipëria dhe Kosova janë përfshirë në këtë pezullim,
së bashku me disa vende të tjera të Ballkanit. Kjo ka ngritur shqetësime për familjet që presin bashkimin familjar ose individ që kanë aplikime në proces. Megjithatë, deri tani nuk ka një deklaratë zyrtare nga Departamenti Amerikan i Shtetit që të konfirmoj publikisht se cilin vend në listë, çka lë hapësirë për paqartësi dhe interpretime të mëtejshme. Vendimi ka shkaktuar reagime të forta nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat argumentojnë se pezullimi në blok për 75 vende është një masë disproporcionale dhe mund të ndëshkojë padrejtësisht individ që përmbushin të gjitha kriteret ligjore. Nga ana tjetër, mbështetësit e masës thonë se çdo shtet ka të drejtën sovrane të rishikojë politikat e emigracionit, sidomos kur bëhet fjalë për stabilitetin e vet ekonomik dhe social. Çfarë ndodh me aplikimet ekzistuese? Një nga pikpyetjet më të mëdha është fati i aplikimeve që janë tashmë në proces. Deri tani raportimet tregojnë se aplikimet e reja do të ndalohen, por për aplikimet ekzistuese mund të ketë vonesa apo refuzime. Çdo vendim përfundimtar do të varet nga udhëzimet e reja që pritet të nxjerrë Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky vendim përfaqëson një zhvillim me ndikim global, pasi prek drejt për drejt emigracionin e lishëm drejt SBA-s, një nga destinacionet kryesore për emigrantët nga e gjithë bota. Në ditët dhe javët në vijim, pritet presion diplomatik nga vendet e prekura që janë në këtë listë, debate politike në SBA, si dhe mundësi për sfida ligjore nga organizata apo individ që janë cënuar. Siç u raportua nga Fox News dhe u konfirmua nga agjenci të tjera ndërkombëtare, vendimi hyn në fuqi më 21 janar dhe do mbetet në fuqi pa një afat të përcaktuar deri në përfundimin e rishikimit të politikave të emigracionit. Ne do të vazhdojmë të ndjekim nga afër zhvillimet e reja, reagimet zyrtare dhe çdo ndryshim që mund të prek qytetarët e vendeve të përfshira, si Shqipërinë dhe Kosovën. Për çdo informacion të përditësuar, qëndroni me ne. Ju faleminderit që na ndoqët, mos harroni të pëlqeni videon, të abonoheni në kanalin ton dhe ta shpërndani atë, në mënyrë që informacioni i saktë të arrijë tek sa më shumë njerëz. Mirupafshim në përditësimin e radhës.